Leave those kids alone, thot kënga. E doni dhe shqip, na lini të qetë. Nuk na duheni ju për t'na edukuar. Nuk na edukoni drejt. Çdo gjë që ju thoni, nuk ndodh. Ju thoni që të qenit adoleshent është gjëja më e lehtë në botë. S'ke fatura për të paguar, s'ke fëmijë të vështirë si puna jonë për të rritur, dhe se çdo gjë që ne duhet të bëjmë, është të vim në shkollë. Na e shisni idenë se shkolla e mesme është periudha më e bukur e jetës. Plot aventura, shoqëri, frymëzime, e pastaj vjen në shkollë dhe plas realiteti të godet si një kohë me ujë të ftohtë. Të rritur, që na thonë 7 orë në ditë, për 4 vjetë rresht, që mësimi është qejsi së ardhmes. Po mirë, nëse vërtej qenë ka kështu, atëherë si shpjegohet që çdo herë më shumë ka të rritur përreth nesh që janë të stresuar ose të pakënaqur? Pse ajo shitja te shitoria e lagjes që ka kryer magjistraturën nuk mbledh frutat e suksesit të saj, po shet frutat e dikujt tjetër? Ju neve na thoni vazhdimisht, ha u mërzitët. E po kështu mërzitëm edhe ne, sepse ju, neve na thoni vazhdimisht që të mësojmë fort, të punojmë fort, që nesër të bëhemi zëri i vlerës në shoqëri, që të kemi një të ardhme më të sigurt. Ndërsa ne kemi mësuar që sot, çdo gjë që duhet të bëjmë për të qenë të sigurt, është që natën të mbyllim derën, e ditën të mbyllim gojen. Ju na thoni bëhu vetvetja, ndërsa jashtë bëhu sisteme. Në shkollë mëso që të marrësh diplomë, titull, ndërsa jashtë rofta ajo fjala e urtë popullore, më mirë një mik se një qiflik. Jashtë ajo pyetja e famshme, çfarë ngjyre e ke? Ka marrë diplomën? Hiq mo, pa ngjyra, bardhë dhe zi. A nuk mjafton e zeza mbi të bardhë që të dallohen vjetat në diplomë? Heshtje, gur. Pasi duhet kuptuar tekstualisht vargjet e këngës, bëhu gur, apo tull në mur, do me thonë mos fol kur, bile bëhu dhe shurth. E po që do që shohim, dëgjojmë, mësojmë, kuptojmë, e ç'është me keqja, edhe mendojmë. Bile, unë kam disa idej për dek të reja universitare, që do bëjë çdo gjë me diplomë. Në 1, Fakulteti i Shkencave Sociale, dega, servilizmi. Thonë që servilizmi është gjë e lehtë për të bërë. Për shembull, takon një mik që ke kohë pa e parë, e pa dalë për shtëpie, dhe i thua: po ku je o derzi? E i takne me mirësjellje. Po ja o derbardh, kisha anatomin, mësova shumë, kam muaj pa dalë për shtëpie, mora 10, jam në pyetje jetë. Po ti? Unë kam edhe ca lere për të bërë, ose më sakti matë, dhe pastaj e ka përseja të dek. Kush e di, mbas e bëhemi edhe kolegë. Ose, në 2, Fakulteti i Drejtësisë, dega, shtrembërimi. S'ka më ri shtrembër e fol drejt, sot ri drejt e fol shtrembër. Në kokër të syrit, e vërteta, top futbollit. Shkel, shtyr, zë dhe op, i pari. Jo po thot shkolla, historia, gjyqja të shtëpia, mëso që të bësh njëri me plot kuptimin e fjalës. I dituri, i del fortunës përpara. E sot, një erë lehtë dhe të merana. Jeta e gjimnazistit, plot pyetje e drama. Një X në matematik që nuk e zuri vendin e vetë. Autor që nuk jetojnë më, e ne duhet të gjejmë se çfarë kanë dashur të thonë kur ato kanë qenë gjallë. Pyetje, mendja, rendore marathonomak. E për çfarë, unë nuk kam dëgjuar njeri të thotë shqyr që mësova tabelën periodike të elementeve, se nuk e di si të përballoja jetën. Unë për vete kam vendosur të shqetësohem vetëm për një gjë.
është dramë në vete dhe ajo. Çfarë do vesh nesër? Jo për t'ju bërë përshtypje të tjerave, nesër dhe ndoshta dikujt edhe po, fundit, në ditët e sotme, pamja jashtë më gjithçka. Kurse për të gjitha të tjerat, e kam gjetur formulën time. KFE. Jo, nuk është parti politike, po i kemi ato. Është shkurtesë. Kështu flasin e të rinjë sot. Për shembull të pyet dikush që po bë, do më thënë çfarë po bën, dhe ti përgjigjesh, RTF, hiq, ri në telefon. E nëse dikush më bën atë pyetjen e famshme, që do bën a, çfarë do të bësh në të ardhmen, unë e kam gjetur përgjigjen time. VKFE. Varet. Ka të më fry era. Gjollë shurite, e tokën që e deshe, ti me gjatë valite. Anesa, po flisim për era. Ja, këto vargje na e sjell era dhe sot të kësaj dite. Thirrje, këngë, histori për ata që ranë, që punuan e mos janë, dhe ne na kanë rënë një barë, por me arë, që duhet trashëguar si ata, çdo rrugë të qarë. Po, e kemi një barë, unë, ty, dhe ti, për ta hequr nëse duhet dhe zvarë, brez pas brezi, për të mos na zënë mallkimi i parë. Mallkuar qoft ai bish shqiptari, që të gjuhë të Perëndis, trashëgim që na la i pari, trashëgim nuk ja let fëmis. E jo, bekuar qofshin, të dashëm e të parë, që na folin e na flasin, në këtë gjumjatë, arë. Dhe jo, nuk është një barë, por një thesarë. Unë, ti, po, jemi burë, apo tu. Jo për të mos dëgjuar e folur burë, por për të ndërtuar një murë. Ose, në mirë një urë, që të mos harrojmë kurrë, se ne jemi këtu se dikush ka luftuar, ka punuar dikur. Po, më mirë një urë, që të mos mbytemi kurrë.